Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin gjatë ditëve të fundit kanë rritur edhe numrin e qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Numri është rrit dukshme, është një frekuentim më i madh i pacientave, pse është vapë, dihet këtë qershori, koriku, ngushti, kemi numër më të madh frekuentimit pacientave. Më të rrezikumtë janë moshat shtyra, ata me sëmundje kronike, fëmijët, shtatzanat, që duhet me pas kujdes shumë, edhe këto raste ma tepër i kemi këto ditë. Kemi ankesat prej të ndryshmeve, me sëmundje kronike, se këta normal që ndikojnë edhe temperaturat e larta, po edhe me virus tashti, infeksioni me virale, që në këtë kohë shkojnë me ecë me temperaturë, barkëqitje, vjellje. Edhe qytetarët thonë se temperaturat e larta po avështërsojnë përditshmërinë. Shumë prej tyre zgjedhin të qëndrojnë në ambiente të mbyllura gjatë orëve të mazitës, ndërsa daljet i kufizojnë në mëngjes ose mbrëmje. Jam të shku më njerë me i pak dojnë dhe do të më mbrojtë. Nuk si mbrana? Që dhe na po i kom hjeve dhe drejt shpe. Vetëm i ruëm kokës, dielli po se nuk kam problem me temperaturë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, vala e të nxehtit pritet të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim. Këto ditët e para të stinës së verës janë përcjellur me temperatura bukur të larta, do të thotë për 1 deri në 2 gradë mbi vlerat e normales, maksimalet kanë lëvizur nga 31 deri në 34 gradë Celsius. Ditët vijuse do të kemi temperaturat minimale kryesisht nga 13 deri në 17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës nga 31 deri në 33 apo dikon 34 gradë Celsius. Edhe Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës u ka bërë thirrje qytetarëve të mbrohen nga temperaturat e larta. Ky institucion rekomandon shmangjen e ekspozimit në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës, mbajtjen e ambienteve të freskëta, konsumimin e sa më shumë lëngjeve dhe ujit, si dhe kujdes të veçantë për grupet më të ndjeshme, veçanërisht foshnjët, fëmijët dhe të moshuarit.